Maldini Kaçurri realizoi dje golin e parë në karrierë si lojtar profesionist. 20 vjeçari i kombëtares shqiptare dërgoi topin në rrjet, ndërsa Grimsby shkoi në avantazh 2-0 përballë Swindon. Ndeshja ishte e vlefshme për javën 45 të League 2, që është ndryshe kategoria e 4 për nga rëndësia në Angli. Grimsby, ku luan Kaçurri, po luan mundësitë e tij për të ngjitur në League 1. Qendërmbrojtësi nga Shqipëria po merr minuta në Angli, ndërsa me Grimsbyn e lidh një kontratë deri në vitin 2027. Kujtojmë se klubi anglez e transferoi në janar nga Arsenali.